Këshilli i Ministrave ka votuar në fletoren zyrtare ratifikimin e marrëveshjes mes qeverisë shqiptare dhe asaj gjermane për zbatimin e projektit Vjosa e Gjelbër, zhvillim rajonal i Gjelbër dhe gjithëpërfshirës në zonën e ujëmbledhësit të parkut kombëtar të Vjosës. Për realizimin e kësaj nisme, qeveria gjermane do të financojë projektin me 3 milion euro. Synimi kryesor është mbrojtja e natyrës, zhvillimi ekonomik i zonës dhe përfshirja e komuniteteve lokale përmes turizmit të qëndrueshëm dhe aktiviteteve të lidhura me ekonominë e Gjelbër. Ky projekt konsiderohet një nga nismat më të rëndësishme për ruajtjen e ekosistemit të lumit Vjosa, i cili njihet si një nga lumenjt e fundit e egër në Europë. Përmes kësaj marrëveshje synohet krijimi i një modeli zhvillimi që balancon mbrojtjen e mjedisit me zhvillimin ekonomik të zonave përreth. Projekti parashikon forcimin e kapaciteteve të bashkive përgjatë lumit Vjosa, mbështetjen e iniciativave lokale dhe krijimin e një modeli të integruar për menaxhimin e natyrës që mund të shërbejë edhe për zonat e tjera të vendit. Vjosa e Gjelbër mbështetet nga Ministria Federale Gjermane për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim dhe do të zbatohet nga GIZ Albania gjatë periudhës 2026-2029. Ndërhyrjet do të fokusohen në trajnimin e administratës së parkut, shkëmbimin e eksperiencave me modele europiane të menaxhimit të zonave të mbrojtura, nxitjen e bizneseve lokale dhe promovimin e produkteve dhe shërbimeve të bazuara në natyrë dhe traditën lokale. Një tjetër komponent i rëndësishëm është bashkëpunimi rajonal mes institucioneve, sektorit privat dhe shoqërisë civile për të garantuar zhvillim të qëndrueshëm dhe menaxhim afatgjatë të burimeve natyrore. Gjithashtu, projekti pritet të krijojë vende të reja pune dhe më shumë të ardhura për banorët e zonës, duke nxitur njëkohësisht turizmin natyror dhe aktivitetet ekonomike miqësore me mjedisin. Ndërkohë, kjo nismë shihet edhe si një hap i rëndësishëm në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, veçanërisht në kuadër të kapitullit 27 për mjedisin dhe ndryshimet klimatike.